Mirë se erdhët binjak të dashur në Letra të Fej, jam Diana dhe do bëjmë leximin e juaj të radhës. Të dashur binjak, kjo javë për binjakët duket si një javë ndryshimesh dhe zbulimesh, do të thosha. Disa gjëra që deri tani mund të jenë dukur të qëndrueshme, të forta, mirë, rehatë, mund të lëkunden, por kjo nuk është domosdoshmërisht negative. Shpesh kur diçka bie ose ndryshon, hapet rruga për diçka më të drejtë dhe më të qëndrueshme. Shpesh kur gjërat ndodhin, na hapin sytë të kuptojmë që mos të jetojmë në iluzione. The Tower apo kulla ndryshe të dashur binjakë, kjo le të tregon një situatë që mund të vijë papritur dhe të ndryshojë një plan ose një pritshmëri. Mund të jetë një lajm i papritur, një e vërtetë që del në dritë, binjak. Ose një situatë që ju detyron të rishikoni diçka që kishit menduar ndryshe. Mos u përpiqni, binjak, të mbani me forcë diçka që po shëmbet. Ndonjëherë ndryshimet e papritura janë mënyra që jeta përdor për të rregulluar apo për të gjetur drejtimin e duhur për ju. 6 të monedhës. Kjo letër flet për balancë, dhënje dhe marrje. Këtë javë mund të shfaqet situata ku dikush ju ndihmoni dikë tjetër, ose të vendosni kufi në një marrëdhënie ku balanca nuk është e drejtë, që mund të jetë diçka këtu po kuptohet, nuk e bëj dot më, nuk jap dot më, apo nuk është e drejtë vetëm të marr, duhet të bëj dhe unë diçka. Në atë kuptim. Mos jepni më shumë se sa merrni apo mos merrni më shumë se sa jepni. Për një kohë të gjatë. Mbani ekuilibrin, ndihma është e bukur, por duhet të jetë reciproke, cila do qoftë anë ajo. Mbreti i shpatës të dashur tregon nevojën për qartësi dhe vendime të reja. Unë thash që këtu diçka po kuptohet, po del në shesh, po me një lajm apo diçka që keni menduar që është e qëndrueshme nuk është më. Dhe këtu kërkohet sikur të jeni të qartë me vendime të drejta, me këtë shpatë në dorë. Mund të përballeni me një situatë ku duhet të mendoni vërtet racionalisht, të mos përfshiheni ndoshta dhe shumë emocionalisht, ose të merrni një vendim të prerë. Disa nga këto por që është rreth kësaj. Shikoni faktet, jo vetëm ndjenjat. Vendimet e qarta do ndihmojnë shumë këtë javë. Do thotë të dini çfarë të vendosni, të dini, të shikoni realitetin në sy, nga që kjo kull do bëj një ndryshim në jetën e juaj, që do t'ju bëj të rishikoni gjërat. 4 të shkopive është një letër goxha e bukur, pavarësisht tensioneve të mundshme në fillim të javës, fundi i saj sjell stabilitet dhe një moment gëzimi. Unë gjithmonë shikoj 4 shkopi të 4 syllat, 4 themelet e diçka të fortë, me bazament apo themele të forta. Kjo mund të jetë një lajm i mirë, një takim i bukur me njerëz të dashur, ose një situatë që ju bën të ndiheni më të sigurt pas kësaj, që të ta keni më të lehtë të merrni atë vendim. Çfarë mund të ndodhë në fund të javës tregon që gjërat stabilizohen dhe ndiheni më të qetë për drejtimin që po merr një situatë. Të dashur, disa ndryshime mund të duken të forta në fillim, por ato hapin rrugën për më shumë drejtësi dhe stabilitet në jetën e juaj. Mos u tremni nga ndryshimet e papritura. Shpesh ato janë pikërisht ajo që duhet që gjërat të vendosen në vendin e duhur dhe në momentin e duhur, të dashur binjak.